Ne, si forcë e re politike, kemi folur shumë për të çështje, edhe për para fushate, edhe gjatë fushatës, edhe pas fushatës, sepse e konsiderojmë se diçka thelbësore për demokracinë. Pra, mënyra se si financohen partitë demokratike, partitë në Shqipëri lidhet drejt për drejt me demokracinë në Shqipëri. Dhe këtë e shikon lehtësisht kudo në Perëndim, jo rastësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi më demokratik për shkak sepse kanë dhe transparencë më të madhe në financimin e partive. Dhe atje ti e shikon që kandidati që mbledh më shumë fonde ka 95% shanse të zgjidhet president, pikërisht se lidhet dhe me burimet. Dhe burimet financiare janë shumë të rëndësishme dhe sot politika nuk bëhet pa para dhe ne për të jemi koshient. Problemi është edhe nga prezantimi që dëgjuam, edhe nga mënyra se si po shtrohet në këtë komision, është që nuk po kapet demi nga prirët. Pra nuk po shihet në sy realiteti. Dhe cili është realiteti? Realiteti është i thjesht fare. Ne shikojmë që në zgjedhjet e fundit, ose edhe në zgjedhjet e parafundit, partia në pushtet deklaron diku shpenzime, po themi rreth 3 milion, 3 milion e gjys euro. Po tani, me një analizë të thjesht, është të paktën 15 herë më shumë shpenzimet. Të paktën 100 milion euro janë shpenzuar në fushat nga partia në pushtet. Atëherë për çfarë liq financimi po flasim, kur s'kemi këtë model? Dhe çështja është se si duhet të legalizohen këto financime, se partia në pushtet do të shpenzojë sërish të para, do të shpenzojë. Po çështja është që do tregohen nga vjen ky burim financimi apo jo? Dhe pa i shkuar në fund sa çështje nuk mund të flitet për një ligj të ri për financimin e partive, ku thjesht bëhen disa rregullime të vogla, të cilat nuk japin zgjidhje këtij problemi. Dhe dakor, ky projekt ligj mund të zgjidhë disi transparencën atyre burimeve të vogla, por problemi është që nuk zgjidh çështje të mëdha, për të cilat ne flasim kudo, i lexojmë te raporti i OSB Odirit, dhe askush nuk jep shpjegim ku janë gjetur parat për fushat. Se ne shikojmë që jo vetëm paguhet shumë në media, po paguhet që mos dalim dhe në të tjerët. Po për lobimet, po për eventet, po për organizimet. Mjafton të shikosh eventet që bëjnë partitë e mëdha, një bërje skene atje kushton të paktën nga 50 deri në 100.000 euro. Këto janë shifrat e tregut. Si mund të deklarosh 15 herë më pak? Edhe flasim pasaj për model demokratik. Dhe unë nuk e shikoj të ky projekt ligj, përveç se bën disa rregullime të vogla, ti gjejmë ose jo zyrë një partie, ta ulim ose jo pragun e mbështetjes që mund t'japi një individ apo se një parti. Ta zgjerojmë auditimin e partive jo vetëm në fushat, po dhe gjatë gjithë vitit. Nuk jep zgjidhje problemi themelor, burimit të financimit, dhe ky është realiteti. Si do ndalojmë ne paranë e korrupsionit në politik, paranë e krimit në politik? Si do të ndalojmë? Si do të ndalojmë neve atë shpenzim të tmerrshëm ditën e zgjedhjeve që bëhet në Shqipëri? Ka 5.000 qendra votimi në Shqipëri? Po partia në pushtet organizon 50 veta për qendër votimi. Harxojnë ata 1.000 euro atje? 5 milion euro harxojnë vetëm ditën e votimit. Nga vijnë këto para? Nga vijnë këto para? Kështu që pa folur këtu pasaj për përdorimin e burimeve shtetërore. Pa e përfshirë që është bërë hapur dhe me sa duket të vazhdoj. Po e mbyll. Të lutem po e mbyll. Po e mbyll. I kam pyetje brenda. Unë po e mbyll. Tani me që jam për të parë këtu, më lejoni të po flasë edhe në parim. Pra, pyetja themelore është këtu. Si e zgjidh ky draft? Si e zgjidh qasja e këtij komisioni? Faktin që harxohen 100 milion euro nga partia në pushtet në fushat dhe deklarohen 3 milion. Erë se do deklarohen 4 milion, sipas këtij projekt ligji, se do shtohen sa të dhëna më shumë. Po nuk e zgjidh problemin fare. Nuk e zgjidh fare. Tani, në fakt, një nga çështjet që na bëni shpesh publik është që e keni vendin në komision dhe pse nuk vini, megjithëse as nuk e kërkuam, edhe u habitëm dhe si e vot në një komision, nuk e vot në një komision tjetër.
Po gjithsesi mjafton vetëm pak debat në komision dhe e kupton se ku është qëllimi i vërtet. Dhe tani nuk është çështje sistemi këtu. Pavarësisht se sistemi që ne kemi sot është një sistem i qepur fiks sipas kostumit që do Edi Rama. Më gjej një vend brenda gjithë hapësirës së OSB-s që ka një sistem siç e kemi ne. Me ndarjen e rajoneve që kemi ne, me primin e fshet që kemi ne, me mënyrën e listës si e kemi bërë ne. Një tërta mbyllur, ca e hapur nuk merret vesh. Ku është? Ku është që në një qarkë ke 3 mandate, në një qarkë 37? Ku e ke që një parti merr 50.000 vota në zgjedhje me vetëm 2 deputet, kur i takojnë 5? Ku e ke këtë në një vend tjetër? Çfarë sistemi është ky? Po në thelb, kjo nuk është vetëm çështje sistemi, se unë e pash që ndoshta të dy palët, dy si partitë mëdha jeni gati që ndoshta edhe mund të ndryshoni sistemin. Por në thelb nuk është çështje ndryshim sistemi, sepse ne do garojmë në çfarë lloj sistemi që do bëni ju. Çështja është tek kjo që fola pak më herët, tek financimi, tek burimet. Ktu është gjithçka. Bëni sistemin si do doni. Demokratizojeni sa do doni, bëni listat e hapura si do doni. Sa kohë Edi Rama ka këto privilegje, këtë burime financiare. Sistemi dhe tha mirë, më pëlqeu zoti Kapri, ai mbase fokusin e kishte në drejtim tjetër. Por një gjë unë e thash në fillim dhe nuk dua që të bëjmë, se është debat pafund që kemi bërë me dhjetra e mira herë orë pune. Unë propozoj këtë gjë për të ecur. Nuk e ekskludova, thash, po do shifet pakete plot, se është çështje dëshire, nuk është çështje padrejtësie. Pra nuk ju ka bërë njeriu padrejtësi. Asnjëri s'është bërë padrejtësi. Kushtetuta e Shqipërisë u ndryshua me një majorancë kushtetuese u kontrollua nga gjykata kushtetuese, u kontrollua nga Komisioni i Venecias dhe regjimi që kemi sot në fuqi është regjim i certifikuar. Tashi, a qenë palet, qenë dakord, të lutem, e kam thënë dhe herë tjetër. Po jo, mos duhet të them, mos i kthejmë historisë pra, çfarë iku. Ja, pse ti kthem unë, pse dorëzoj zogu Shënaunin e këto në historisë, kthejmë këto. Të lutem tash. Mbaroj këj. Ju tha, po mirë, vëmë ndjes, gabimi im. Në pranoj, ne gabim kështu historik të ne pranoj. E rëndësishme është fakti dhe interpretimi mbi faktin. Por, ajo që po them, nëse do të dëshironi, ka vetëm një rrugë, të gjejmë konsensus politik për çështje që ju interesojnë juve dhe neve. Ti qëndrojmë asaj që tham fillim. E para, nuk them se këtu s'do ketë diskutive të natyrës politike, por ju të ngatroni 2 gjëra. Folën për ligjin për financimin e partive, jo ligjin për financimin e fushatës zgjedhore, e para. E dyta, je i mirëpritur edhe pyetjet që ju bët, qoftë retorike, qoftë problemet që ju i mendoni dhe thoni që elefanti është këtu, jeni të mirëpritur të bëni kontribut në këtë projekt ligj me propozimet tuaja, jeni antar me drejtat plota, me ekspertët tuaj dhe unë do t'i mirëpres ato për t'i dhënë përgjigje atyre shqetësimeve që ju ngrini sipas pikpamjes tuaj. Ju mirëpres, me grupin e ekspertëve mund të komunikoni çdo kohë, hajdeni me çdo lloj propozimi, do të diskutohet në atë grup, patjetër do të diskutohet në komision. Po, zonja, po. Faleminderit. Atëherë një pjesë e pyetjes të zotit Kapri besoj që i takon të draftit, pjesa tjetër ishte për ligjin për sa i takon deklarimeve shpenzime fushatës zgjedhore që nuk trajtohet në të draft në fakt. Sa i takon asaj që ne kemi parashikuar në draft, mendojmë që kemi sjellë mekanizma të ri tashmë për kontrollin financiar partive politike dhe shpenzimeve apo të ardhurave të tyre, sepse ligji i ri ose drafti i ri në fakt parashikon pasoja financiare për partitë politike dhe institucionale për ato që nuk bëjnë deklarimet që ky ligj i kërkon që t'i bëjë. Pra ligji i ri tashmë, që drafti, parashikon deklarimet partive politike sa i takon shpenzimeve vjetore të tyre. Nga ana tjetër, KQZ-ja vetë ka të gjithë lirinë dhe mundësinë që në raste që dyshon që deklarimet e partisë politike nuk janë të sakta, nuk janë të vërteta, mund të kërkojë vetë ajo personalisht pa pasur fare akses partia politike në institucionet përkatëse dokumentacionet, tentatimet, ku ajo mendon që janë kryer shpenzime të mbledhjet të dhëna dhe të gjitha këto të dhëna i çojë pranë autoriteteve përkatëse, siç mund të në këtë rast edhe prokuroria.
Pra, brenda partive politike të caktuar një person përgjegjës, i cili mban përgjegjësinë ligjore për deklarimet që bëhen, për shpenzimet apo të ardhurat që deklarohen. Ligji në vetvete përcakton mekanizma që detyrojnë partitë politike të deklarojnë të gjitha të ardhurat, burimet e financimit, të gjitha dhurimet që Jo, nuk ka qenë gjithmonë kështu, sepse nuk ka pasur detyrim partia politike të bëjë deklarime vjetore, siç bëjnë siç Pra, KQZ-ja pikërisht këtë punë bën, auditon nëpërmjet ekspertëve të pavarur. Faleminderit. Unë kisha vetëm një pyetje referuar në enit 11.6 që i përket grantit financiar, të cilën juve keni përcaktuar në masën 5% të fondit publik që i shpërndahet partive politike që përfitojnë sipas pikës 2 të këtij neni në bazë të realizimit të aktiviteteve dhe veprimtarisë në nxitjen e barazisë gjinore dhe rolit të rinjve në politikë. Kriteret e vlerësimit keni thënë në këtë nen, në këtë pikë të nenit 11, të aktiviteteve dhe veprimtarive sipas asaj pike, metodologjia, mënyra e caktimit dhe shpërndarjes së grantit përcaktohet me akt normativ të KQZ-s. Pyetja ime është ku bazoheni në masën 15%, sepse në dijenin time 5%, sepse në dijenin time kërkesat që janë bërë edhe nga aktorë të tjerë, jo nga partitë politike, kanë qenë 2 fishi ose 3 fishi, në dijenin time 15% për forumet e grave dhe 10% për forumet rinore. Pra, dhe parë edhe eksperiencën, unë kam folur me kolege të mia, forumet e grave edhe të vendeve të rajonit, përqindjen e kanë më të lartë, dhe dyta, pse nuk i jepni fondin forumeve drejt për së drejti, por i kërkoni që të bëjnë aktivitetet dhe në bazë të veprimtarisë pra të aktiviteteve ju mendoni që i duhet dhënë fondin. Në ndërkohë që forumet, qoftë të rinore dhe të grave në momentin aktual, të cilët nuk marrin asnjë buxhet, dhe jam e bindur edhe nga partitë, se gjitha partitë nuk është se alokojnë fondet veçanta për dyja forumet, nuk i kanë kapacitetet as për të prodhuar projekte, paraprakisht për të aplikuar, pra ju e bëni krejt të vështirë ose pothuajse të pamundur marrjen e grantit nga ana e forumeve të grave dhe forumeve rinore. Pse nuk ndiqet një formulë e tillë, i jepet granti dhe në bazë të aktivitetit, në bazë të numrit të antarësisë,